Gjykata speciale në Hagë e krijuar për të trajtuar krimet e luftës prej vitesh është përballur me kritika serioze për mënyrën se si trajton të paraburgosurit, e veçanërisht sa i përket të drejtave humane dhe familjare. Specialja madje në shumë raste ka shkelur këto të drejta ndaj ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen tash e sa vite dhe atë në mënyrë të hapur. Në të shumtën e rasteve shkelje u bën sa i përket vizitave të familjarëve, mënyrës se si i lenin të kontaktonin dhe me faktin se shpesh herë as nuk u marrën parasysh kërkesat e tyre për të vizituar prindrit që ishin në gjendje të rëndë shëndetësore. Një nga rastet më të diskutuara është ai i ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaqit. Për një periudhë gjatë kohore, Thaqit ju refuzuan kërkesat për të vizituar babain e tij, i cili ishte në gjendje të rëndë shëndetësore. Pavarësisht se avokatët e tij parashtruan disa kërkesa formale, gjykata speciale nuk e lejoi vizitën në fazat e hershme të sëmundjes. Vetëm pak ditë para se babait të tij të ndronte jetë, Thaqit ju lejua që ta vizitonte me një vizitë kufizuar e nën masa të rrepta sigurie. Situata e krijuar atë ditë për rreth spitalit të QKUK-s ngjasonte me xhirimin e ndonjë filmi aksion ku zyrtar të shumtë policor e të huaj nga ana e Euleksit po e përcjellin çdo hap të ish-presidentit nën siguri të shtuar. Situata ngjashme u përsërit edhe me Kadri Veselin, ish-kryetarin e Kuvendit të Kosovës dhe një nga figurat kryesore të UÇK-s. Edhe Veseli kishte kërkuar leje për të vizituar prindrit e tij të sëmur, por për një kohë të gjatë këto kërkesa u refuzuan. E nën dhimbje sa s'mund t'i takonte ish-kryetarit të PDK-s Kadri Veselit në vitin 2022, vetë se ju kumtua lajmi se nëna e tij ndroi jetë në moshën 93 vjeçare. Pak muaj më parë, konkretisht në muajin korrik, ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës u godit edhe me një dhimbje tjetër, me atë të humbjes së babait të tij. Babai Veselit vdiq derisa djali i tij po gjykohej në Hagë. Pas vdekjes së babait, Veselit ju lejua që të vijë në Kosovë në të pamjen e babait, teksa mungoi në varrim. Në muajin korrik të vitit 2021, specialja konfirmoi se lirimi i përkohshëm i Veselit për vizitë u bë për arsye bindëse humanitare. Veseli për vizitë në spital tek babai i tij u lejua edhe në maj të vitit të kaluar. Asë kohë Veseli për vizitë qëndroi 3 ditë. Rasti më i fundit dhe aktual lidhet me Salim Mustafën. Sipas familjarëve dhe mbrojtjes së tij, kërkesa për ta vizituar babain e tij të smur rënd u refuzua nga gjykata speciale disa herë, ndërsa sot u kuptua se babai Salim Mustafës ka ndruar jetë pas një sëmundjeje pa u realizuar vizita e kërkuar. Ky rast ka shtuar edhe më tej kritikat për mënyrën se si gjykata speciale trajton situatat emergjente humanitare. Në të gjitha këto raste, gjykata speciale është mbështetur në arsyetime që lidhen me sigurinë, rrezikun e arratisjes apo ndikimin e mundshëm në proceset gjyqësore. Megjithatë, mbetet fakt se vizitat e familjarëve janë të parashikuara edhe në standardet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, sidomos kur bëhet fjalë për prindër të sëmur rënd.